Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala ashrafi khalqillah, Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi, wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Kërkesat që robi ngrit te Allah i lartësuar përmbledhen në 4 shtylla. Një kërkesë e cila është në lidhshmëri me këtë botë, me tashmen, me momentin prezent. Dhe ajo është 2 lloj. E para, që robi të kërkojë një mirësi që e posedon, që Allah mos t'ia hjek. Që Allah mos t'ia hjek. E dyta, që robi të kërkojë karshinje të keqës që e ka goditur, apo me cilën është sprovu që Allah t'ia largojë. Dhe kjo është e hershme, kërkesa e hershme për jetën e tashme. Dhe kategoria e dytë, që edhe ajo ndohet në 2 pjesë, është në lidhshmëri me jetën e amshushme. Që robi të kërkojë një mirësi të cilën ende nuk e ka shijuar. T'ja lyp Allahu Azza wa Jall duke insistuar. Dhe që robi të kërkojë një fatkeqësi në jetën e ardhshme, me cilën ende nuk është goditur, mirë po që të kërkojnë nga Allah që kur mos sa godas ajo. Këtu 4 shtylla përmbledhin kërkesat e robërve. Që të kërkosh që të vazhdojnë një mirësi për ty në këtë botë, që të kërkosh që të mbrohesh nga një e keqe me cilën je sfiduar tani, dhe që të kërkosh një mirësi në jetën e amshushme që Allah Azza wa Jall ta mundsojë atë, dhe që të kërkosh një fatkeqësi në jetën e amshushme që Allah Azza wa Jall mos godas me to kur. Dhe këtu 4 shtylla përmbledhen në 2 ajete nga ajetet me të cilat përfundohet surja Al Imran, në të cilat Allah i lartësuar e përmend lutjen e robërve të tij të devotshëm, të cilët thojnë: O Zoti jon, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. O Zoti jon, neve dëgjuam një thers që na thirri në besim, duke na thonë besoni Zotin e juaj, dhe neve besuam. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. O Zoti jon, na i fal gjunat tona dhe na i çlyn mëkatet që neve i bërëm. Dhe në këtë pjesën e parë përmbledhet kërkesa për që Allah të largojë nga ti një të keqe me të cilën ti u godite. Me të vërtet, gjunat janë fatkeqësia jote. Fatkeqësia më e madhe me të cilën goditesh ti tani janë gjunat që ti bën. Dhe këta robër të devotshëm po i lutën Allahut që t'ja largojë këtë fatkeqësi, që t'ja falë gjunat dhe t'ja shlyj ato. Wa tawaffana ma'al abrar, dhe na mundso që të vdesim në mesin e bamirësve, në mesin e atyre që janë të mirë. Dhe kjo është kërkesë që të vazhdojnë një mirë me cilën Allah Azza wa Jall i pajisi ata dhe i nderoj imani dhe të qenurin nga besimtarët bamirësit, dhe na mundso që të vdesim si bamirës. Dhe këtu po kërkojnë vazhdimshmërinë e një të mire dhe e mira më e madhe me të cilën Allah i nderoj ata, imani. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik. O Zoti jon, na jep atë që na i premtove përmes gjuhës profetëve tu. Ajo nënkupton 3 gjëra: që Allah t'jetë i kënaqur me ty, që të hysh në xhennet dhe të shpëtosh nga zjarri. Allah ja ka premtuar robërve të bindur përmes gjuhës profetëve, që ai i cili i bindet profetëve dhe ndjek rrugën e Allahut, Allah është i kënaqur me ta. Allah e fut në xhennet dhe shpëton nga zjarri. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik. O Zoti jon, na jep atë që na i premtove përmes gjuhës profetëve tu. Dhe kjo është kërkesë për një të mirë që ende nuk e ka arritur robi që me arrit ato. Wala tukhzina yawm al-qiyamah. Dhe kurse se o Zoti jon,
mës na poshtro ditën e gjykimit. Wala tukhzina yawm al-qiyamah. Dhe kjo është kërkesë për të qenë i mbrojtur nga një e keqe që mund të arrijë ditën e gjykimit dhe pas të cilës më nuk ka shpëtim, pashtrimi atë ditë mëdha. Pas të cilës më njeriu nuk mund të ikë, as nuk mund ta pastrojë më vetveten. Sepse më është vetë se konstat, nuk ka mundësi më me marrë shkaqe dhe me shpëtu. Nuk ka mundësi më me marrë shkaqe dhe me shpëtu. Atëherë këtu ajete e robërt të Allahut i kanë përmbush dhe përmbledhur këtu 4 parime të kërkesa që të kërkoj robi një të mirë, që të vazhdoj ajo, që të kërkoj nga një e keqe me të son nuk gëdit, që t'i largohet ajo, që të kërkoj një të mirë në të ardhmen, që të arrijat edhe pse ende nuk e ka arritur, dhe që të kërkoj nga një e keqe në të ardhmen, që të shpëtoj nga ajo.